Nyja e Gideonit është një lloj drame pa përgjigje. Personazhet janë të sinqerta ndaj njëri tjetrit e bashkërisht edhe ndaj publikut. Drama që për autore ka amerikanen Jonna Adams në regji të Hannah Chenës është sfiduese edhe për publikun. Kjo për shkak të intensitetit dhe pyetjeve që shtron. Janë pa përgjigje, të thjeshta që gjurmojnë emocionet njerëzore. Shfaqja është eksplorim i fuqishëm dhe i tensionuar i mërzisë, fajet dhe kompleksitetit të komunikimit. Nyja e Gideonit është oferta e radhës e Teatrit Kombëtar të Kosovës, që premierën e pati të premten mbrëma në Amfiteatrin e Pallatit të Rinisë. Në përballje intensive janë dy gra, Corinne, që luhet nga Irena Aliu, dhe Heather, që e luan Majlinda Kosumović. Sa po më njoftuan që drejtoresha është rrugës duke ardhur. Jeton larg? Jo, shumë rreth 15 minuta. Aktoret Aliu dhe Kosumović sjellin histori të treshta. Gjuha e trupit të tyre flet shumë edhe në raste të shumta kur mbizotron heshtja. Kur zbulohen të vërtetat rreth pezullimit të Gideonit, dalin në pa çështje të reja. Është një gjë që i ka komentuar Gideonit në Facebook ku i thotë Irena Aliu, si Corinne, ka thënë se ky është mbase njëri prej roleve më të vështira që ka pasur deri më tash. Përveç që është dramë me dy personazhe që domethënë e kini farbare je gjatë kohës në skenë, vetë teksti, vetë drama është shumë e vështirë, personazhet janë shumë komplekse, edhe ka qenë për një sfidë shumë e madhe. Mirë po, na aktorët kemi qef kësi sfida edhe një farë kënaqësie kur jemi të sfiduar me role. Nota 5, por ti se varë mu. Jo, shumë depresive. Jo, nuk varë në mund që të shkaqë, është e mirë. Duket që ka qenë e varur, por t'je pas ke hequr. Gideoni, që nuk portretizohet në shfaqje, vdiq pasi nuk mundi t'i tregonte nënës së tij se çfarë kishte ndodhur. Po, i përfundova studimet? Po, i përfundova fillimisht për biznes, pastaj bëra. Regjisorja Hannah Cena ka thënë se autorja e shfaqjes nuk i vë faj as nënës e as mësueses, nga se sistemi shkollor e ai familjar është i tillë ku komunikimi është kompleks, si në shkolla ashtu edhe në familje. Kësaj, sipas saj, fëmia shkon tek ekstreme. Autorja në tekstin e saj nuk do me lënë faj, do të më shmang fajtorin, mos me lënë faj kërkon sepse është shumë e ndjeshme edhe është shumë përgjegjësi e madhe për me lënë faj ndikojna. Gjithashtu edhe si regjisor kam dashur me nejt shumë besnike tekstet e autorës, se mendoj që kjo dramë që e pam na sonte është shumë e përditshme dhe është shumë reale në jetën tonë në Kosovë, gjithandej si më thonë për Ballkan. Edhe unë s'kam dashur me fajsu as nënën as mësuesen, por mendoj që deri te ky akt vjen për shkak mungesës komunikimit mes prindërve dhe fëmijët edhe gjithashtu edhe mes mësuesit dhe fëmijët. Orë si minuta. E unë kam ardhur këtu me një pyetje të thjeshtë, aty çfarë dreçi ka ndodhur? Edhe sikur rrethanat mos ishin të. Drama është shkruar në vitin 2012 nga autorja e re amerikane Jonna Adams. Regjisorja Cena e ka konsideruar si vepër të vështirë për të realizuar. Me ko marrë se me thonë këtë vepër, pse është shumë e vështirë mu realizu, sepse është një akt që nuk ka as dalje, as hyrje, është si me thonë mbledhje prindësh, mbledhje ta ke mes nënës dhe mësuesit edhe gjithë çka ndodh aty, edhe është shumë drame e rëndë dhe psikologjike, po besoj që për publikun është e rëndë sepse thuhen disa gjëra që zakonisht në jetë reale nuk thuhen. Po ti e din, na e dina që ka ndodhur dikojna, ne njohim dikon, po në realitet asnjëherë nuk flasim për këtë temë për shkak që është shumë e ndjeshme dhe mandej edhe se artist e ki problem me majtë qëndrim. Po mendoj që aktorët kanë qenë shumë të mira, sepse këtë shfaqja është, si me thonë, bara e aktorëve, ato dyja që në konfrontim me njëra tjetrën. Kushin kur i sulmuan, si të shmendur kësa fëmijës do një gjë tjetër pas kësaj kërtije. Në fakt, nuk u interesonin as endësit, as poetët. Skenografia me tavolina e karrige shkollore që rrin pezull ka qenë tejet unike, e ka punuar Burem Arifi. E prava unë zonin të logos, e zonin Haris.
dhe zorët tua për drejta së bashku me ato të Zotit Shane. Aktoria Majlinda Kosumovic, që në shfaqje luan si Heather, ka thënë se roli ka qenë i vështirë dhe shumë stresor. Është shumë i vështirë, sepse ka shumë shtresa edhe duhet, na po kemi shumë emocione, normalisht se teksti është i tillë, e po duhet me konë shumë e fortë edhe me majtë një farë konsistence deri në fund mandej që e ka qatë shpërthim, sepse kjo është mësuese, e cila ka përgjithësi dhe e cila nëse janë nisë më bo shumë emocionale ndaj nanës, atëherë e hup betejën. E kjo e ka për me i tregu që kjo nuk ka faj, sepse kjo veç e ka kry punën e vetë. Nyja e Gideonit sfidon publikun të mendoj dhe reflektoj, duke kuptuar se nyjat si ato të Gideonit nuk zgjidhen lehtë.